Sardenja, një nga perlat e Mezeu dhe destinacioni i njohur turistik, po përballet me një krizë serioze demografike pas largimit të popullsisë dhe rënies së natalitetit. Ndërsa turistët vinë në numër të madh çdo vit, banorët e përhershëm po paksohen ndjeshëm. Aktualisht ishulli ka rreth 1,57 milion banor, një rënje krahasuar me 1,64 milion që kishte 3 dekada më parë. Pjesa më e madhe e popullsisë është përqendruar në qytetet e mëdha, ndërsa fshatrat e vegjël po shohen me shpejtësi. Një shembull domethënës është fshati Baradili, me i vogël në ishull ku jetojnë vetëm 76 banor dhe fëmia i fundit ka lindur 10 vite më parë. Shkolla fillore është mbyllur prej dekadash dhe shërbimet bazë ndodhen 10 kilometra larg. Për të ringjallur ishullin, qeveria qendrore në Rom ka ndërmarrë masa duke ofruar madje edhe para për ata që do të zhvendoseshin aty për të nisur një jetë e re, qofshin emigrant apo shtetas italian. Për të ndaluar shpopullimin, autoritetet lokale po ofrojnë stimuj financiar të konsiderueshëm, për shembull deri në 15.000 euro për të blerë ose rinovuar një shtëpi në fshatrat me më pak se 3.000 banor, deri në 20.000 euro për të hapur një biznes të vogël në zonat rurale, 600 euro në muaj për fëmijën e parë dhe 400 euro për çdo fëmijë tjetër deri në moshën 5 vjeç. Bashkitë të caktuara madje ofrojnë edhe bonuse shtesë, si për shembull në Baradili, që jep 10.000 euro ekstra. Se kaq, fshatri Ololaj, një tjetër fshat i njohur në Sardenjë, ofron shtëpi për vetëm 1 euro. Megjithse stimujt janë të rreqës, rezultatet janë të kufizuara. Numri të huajve që zhvendosen në Sardenjë mbetet tepër i ulët, pasi emigrantët përbëjnë vetëm 3,3% të popullsisë së ishullit, në krahasim me mesataren e kombëtare prej 8,9%. Një nga arsyet kryesore është infrastruktura e dobët në zonat rurale dhe mungesa e perspektivës për të rinjt. Sardenja gjithashtu ka normën më të ulët të lindshmërisë në Itali, vetëm 0,91 fëmijë për grua, shumë poshtë nivelit të nevojshëm për të ruajtur qëndrueshmërinë e popullsisë, që është 2,1.